tek një ditar, kemi marrë ditarin e bankës pagesa, siç kam përmendur vazhdimisht do të lëvizje, pra lëvizja nga rresht pas rreshti kryhet vetëm me tab dhe në çdo moment kur në çdo qelisë paraqitet një shigjet në të djathtë kur klikon kursori, atëherë ne do të hapim atë shigjet për të parë për të zgjedhur opsionin e duhur. Tek furnitori, në moment paraqitet kjo listë dhe nëse ne tek tabela që paraqitet në analizën e furnitorëve kemi shënuar emra furnitorësh, detyrimisht dalin këtu dhe ne do zgjedhim një nga ato që i përket faturës. Pastaj kalojmë tek data që nuk kërkohet, kalojmë tek muaj, sigurisht është një shigjet dhe duhet zgjedhim detyrimisht muajin, të cilit i përket fatura, pastaj tek përshkrimi nuk kërkohet, kalojmë tek banka, këtu hapet menjëherë shigjeta dhe un kam marr rreth 7 banka, pra mund të zgjedhësh me cilën bankë po punon. Pastaj kalojmë tek kurset që nuk kërkohet pra të përzgjedh, do të vendosen kurset në fillim dhe kurset pra në linjën e detyrimit dhe kursin e likuidimit. Pastaj tek valuta do të zgjidhni llojin e valutës, duke kërkuar shigjetën. Më tej do të vazhdoni për vlerën e valutës, dhe vendosni për sa valutë bëhet fjalë që këmbehet, automatikisht llogaritet vlera në lek, pastaj për veprimet që kryhen vetëm në lek shënohet shuma në lek dhe automatikisht veprimet tjera kryhen në mënyrë automatike, ndërsa tek llogaritë që debitohet do të kemi shigjetën përkatëse dhe do të zgjedhim një nga llogaritë që do të debitohet në rastin e një regjistrimi konkret. Kështu veprohet në çdo moment. Pra, e rëndësishme është lëvizja e kursorit në momentin që paraqitet një shigjet siç kjo, pra në të djathtë, detyrimisht do ta hapim dhe do të zgjedhim opsionin e duhur. Faleminderit.